Mrekullia Schumacher, legjenda e Formula 1 ngrihet nga shtrati. Pas 13 vitesh, më në fund duket se ka dritë në fund të tunelit për legjendën e Formula 1 Michael Schumacher. Tabloidi britanik Daily Mail raportoi këtë të hënë se pas 12 vjetësh nga aksidenti fatkeq, duke bërë ski në Alpet franceze, gjendja Schumacher ka njohur një kthes shumë pozitive. Gazetarët anglez njoftuan se kampioni madh gjerman ka lënë shtratin dhe është në gjendje të lëviz me karrige me rrota. Shtater kampioni botës në Formula 1 vazhdon të jetë nën kujdesin e familjes dhe të një ekipi të tërë infermierësh, të cilët gjatë gjithë këtyre viteve kanë mbajtur hermetikisht situatën e tij shëndetësore. Schumacher qëndroi për shumë vite në koma, ndërsa zgjimi i tij dhe tani lëvizja me karrige me rrota është një lajm i mrekullueshëm për dashamirësit e tij dhe për botën e sportit.